themet për një lidhje mes Gjesit dhe Eglit po marrin gjithnjërin më shumë hovë, dhe së fundmi një detaj i vogël por shumë domethënës po bën xhirën e rrjetit. Në një foto të fundit, Gjesti është parë me një varse në qafe, e cila ka të ngjitura disa ruaza. Ai që ka tërhequr vëmendjen është një për ruazave ku duket qartë shkronja E, një detaj që fancat besojnë se është një dedikim drejt për Eglin. Ky detaj duket se ka forcuar bindjen e ndjekësve se dyshe janë bashkë edhe pas shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Megjithatë, varsja flet më shumë se fjalët dhe është komentuar si një konfirmim i heshtur i romancës së tyre. A është kjo mënyra e Gjestit për të treguar ndjenjat e tij? Për momentin, mbretet të presim vetëm një reagim nga çifti, por ka dhe nga ato fanca që mendojnë se lidhja e tyre ka përfunduar, duke marrë parasysh që nuk ka asnjë dalje publike mes tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.